akte të pandershme e të dëmshme për interesat e Kosovës, e ka konsideruar ndërprerjen e seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës. Profesori universitar dhe njohësi i çështjeve kushtetuese Mazlum Baraliu, për Baraliun, përkundër që kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë kryeministrat kanë dhënë dorëheqje, ata duhet të vazhdojnë të ushtrojnë funksionin e tyre, por jo me kompetenca të plota. Njohësi i çështjeve kushtetuese Mazlum Baraliu thotë se veprimet e pozitës dhe të opozitës nuk i bëjnë derë funksionimit dhe ndërtimit të institucioneve të vendit. Një pakuptimsi, paqartësi dhe konfuzitet që pozita dhe opozita i krijojnë para këtyre akteve mosolemne në konstituitimin në këto raste të legjislaturës së nëntë. Një akti për shembull që do të thosha i dëmshëm për interesat në të cilat gjendet Kosova tani, pa dallim pozite dhe opozite, kjo është e pahijshme, e pamtershme dhe nuk është në funksion të ndërtimit të shtetit dhe institucioneve të vendit, thot ai. Baraliu konsideron se veprimet si këto të sotmet e prolongojnë procesin e konstituimit të Kuvendit të Kosovës dhe më pas formimin e institucioneve të tjera, pa dashur që të përshëndrohen pozite e opozit. Për mua janë parafërsisht njëjtë, vetëm metodat dhe momentet ata i zgjedhin të ndryshme. Metodologjia sjellësh betejat politike, më thjesht ata i bëjnë pothuajse në mënyrë të njëjtë, vetëm shfrytëzojnë momentin për të dëshmuar veten, për të treguar mbase edhe për të penguar mbase njëri tjetrin. Nuk dua të dalloj pozit e opozit, por të dy bashkë si të dëmshëm, veprimet e dëmshme sepse thjesht po prolongohet procesi i konstituimit të Kuvendit dhe formimit të institucioneve të tjera, deklaroi ai. Baraliu shpreh se Kurti duhet të vazhdojë të ushtrojë detyrën në aspektin teknik e administrativ, por jo me kompetenca të plota. Dorëheqja nuk kupton që të mos ketë shkruarje në zyrë siç po kërkojnë këta të opozitës. Si është e mundur atëherë kush e udhëheq këtë vend? Edhe në pozitë të një vakumi institucional, ata që kanë qenë në pushtet ushtrojnë pushtetin, por natyrisht pa kompetenca të plota, ushtrim teknik administrativ që kryejnë detyra të përditshme, dhe kjo është kudoherë. Ditën kur dorëzohet mandati i kryeministrit dhe i kabinetit të tij, cili do qoftë ai, të supozojmë i opozitës tek atëherë përfundon kryerja e detyrës e mandatit ka përfunduar me 23 mars, theksoi ai. Pak para ndërprerjes së seancës konstitutive, udhëheqësi i kësaj seance Avni Dehari tha se do t'i drejtohet me letër presidentes së vendit Vjosa Osmani. E një veprim i tillë për Baraliun është i panevojshëm. Kjo që janë drejtuar presidentes së Kuvendit është mbase e panevojshme. Ajo ka kryer punën e saj kushtetuese. Me kushtetut ka qenë e obliguar që pas një muaj pas zgjedhjeve të certifikimit, mos saktë të caktojë këtë mbledhje, e ka caktuar dhe nuk ka shkak këta që për interesat e tyre kalkulimi politike, shpreh profesori universitar. Seanca e sotme konstitutive e Kuvendit të Kosovës u ndërprej për shkak të mosvotimit të raportit të Komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve. Deputetët e partive opozitare PDK, LDK dhe AK votuan kundër këtij raporti, ndërkaq lista serbe abstenoi. Opozita vuri në dyshim dorëheqjen e Kurtit nga posti i kryeministrit dhe anëtarë të tjerë të qeverisë që janë zgjedhur deputet në zgjedhjet e 9 shkurtit.